ekonomike që ka Kosova, ofertë investive për investitorët e brendshëm, për investitorët e jashtëm, Kosova për me pas sukses duhet ta ketë ofertën më të mirë se secili fqi në rajon, duke ditë se edhe pozicioni politik e ka më dobët se të fqive. Pra atëherë ofertën ekonomike duhet ta kemë më të mirë gjë që s'është sot, edhe obligohem me bëu një gjatë tillë, dhe ka të bëjë me menaxhimin e resurseve, menaxhimin e tyrave të publikut, i cili duhet të jetë zhvillimor. Pra tëra rreth nesh duhet të fokusohet në investime që çojnë ka zhvillimi, hapja vendeve të punës apo që gjenerojnë ekonominë vendore. Nëse ne do të fokusoheshim këto dy shtylla, si Kosovë, jam i bindur se parametrat ekonomikë të sotëm do të ishin më të mirë. Unë po ndalim me kaq, kolegu im, ministri Shatri, po ashtu të kyçet. Urdhë, ministri. Faleminderit, kryetar. Po Aleanca konsideron që nuk janë të shfrytzu mundësitë që ka Kosova për zhvillim ekonomik. Nuk shfrytëzohen pasuritë natyrore, resurset njerëzore dhe pozitat të cilën e ka pas shpalljes pavarësisë. Po ashtu konsiderojmë që buxheti si instrumenti vetëm i realizimit politikave nuk është të menaxhu si duhet, performanca e shpenzimeve publike nuk është në nivelin e duhur dhe ka nevojë për përmirësim. Oferta e Aleancës për të ardhmen është që pasuritë natyrore do të jenë bazë e zhvillimit ekonomik të vendit. Mungesa e kapitalit dhe investimeve të huaja mund të plotësohet me një qeverisje të mirë, të luftu dukuritë negative që i dim cilat janë prezente aktualisht, tërheqja e investitorëve të huaj të kriju klimë të përshtatshme biznesore dhe po ashtu kemi projekt konkret për rritjen e tyra buxhetore, për menaxhimin më të mirë të resurseve disponuese dhe buxhetore dhe rritjen e efikasitetit të investimeve kapitale nga sektori publik. Faleminderit, ministër. Faleminderit, ministër. Pjesa mbi është në dispozicionin e juaj për pyetje rreth temës. Si është? Po, ju pasi cila është oferta juve konkrete, resurset konkretisht, do çka s'po bën qeveria, apo do të bëjë në shkatrim? Po, sigurisht është pyetje me vend. Resurset disponuese që ka Kosova, pasuritë nëntoksore, pasuritë natyrore dhe faktori njeri, për shkak të mungesës së vullnetit dhe të politikave adekuate ekonomike, nuk po tërheq investitor të jashtëm, siç jeni ndjeni vëllimi i investimeve të huaja nga viti në vet prej datës shpalljes pavarësisë së kënej po bie, për shkak të dukurive prezente negative, korrupsioni, krimi ekonomik i organizuar dhe dukuri tjera, mos sundimi i ligjit e tjera. Edhe në oferta tjera, investitorët e huaj janë largu, kur kemi fjalën për partneritet publiko-privat, e dim çfarë oferta kemi tash për postën, për distribucionin, nuk kemi oferta të mjaftueshme ose fare për blerjen e pasurisë që e shet Agjencioni Kosovar i Privatizimit e tjera. Na oferta jona është me kriju klimë të tillë biznesore ku investitorët e huaj do të jenë sigurt dhe të tanin veten komod me arë këtu si prioritet, me investu edhe fitimet e veta normalisht me i shfrytzu ashtu si s'dojnë ata. Faleminderit, ministër. Pyetje. Kam dy pyetje para, kam bëj sepse përpos problemet që kemi imazhi i Kosovës, sa përket çështës së investimeve mbetet mjaft negativ. Cila do të jetë mënyra që AFP do ta ndjekë për të ndryshuar imazhin? Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me shitjen e PTK-s, se kemi parë besoj edhe ju dy kompani që kanë vetë në garë. Si shihni këtë proces, a do të bëhet që të dështojë tërë për shkak të performancës dhe gjërave që po dalin për këto dy kompani të mbetura nga? Kryetar Danilo. Pjesë, bashkë. Oferta është mënyra me ndru imazhin. Por oferta duhet të ketë substancë, jo vetëm PR-in e mirë, ose ato që lidhen me mënyrën e depërtimit të ofertës, por duhet të ketë substancë. Ashtu sikur se u tha, Kosova ka çka me ofrue. Pra ka resurse, ka mundësi zhvillimore, edhe mund ta përmbledh në vete një ofertë solide ekonomike, por kuptohet politika duhet të adoptohen për atë ofertë, edhe evitimi i krejt pengesave që ekzistojnë
qofshin ato të aspektit pronësor, të legjislacionit, të birokracisë, të korrupsionit, e të gjitha. Aleancat duhet do e mos për një shkallë ta ketë ofertën më të mirë se sa secili, por Kosova duhet ta ketë një nuancë më të mirë se sa vendet në region. Nëse dikush do të vendos me zhvillu partneritet ekonomik, investiv me Kosovën, ne duhet jemi për një shkallë më të mirë se secili prej fëqive. Tek këto ofertimet janë dy aspekte që ne i kem parasysh. E para është parimi po edhe pro privatizimit, edhe nuk hekim dorë nga ky koncept që të vazhdojmë më tutje. E dyta është këtë aspektet që e përcjellin privatizimin, i kemi shprehur shqetësimet në vazhdimsi. Edhe për tema tjera, jo vetëm për këtë. Për sa i përket telefonisë tani që është në ofertim, operatorit, ashtu si e thojmë, edhe të aseteve caktume, është edhe një problem që telefonia mobile o ka humbë në treg, gjithkund botë. E keni rastin e Serbisë, ata kanë gjerë një shitje, jo është dhonë 1.2, tash nuk ju japin as gjysmën e asaj. Pra duhet të kalkulojmë edhe ne si Kosovë, në rast se privatizimi nuk ndodhen këtë vit, çfarë oferte do të kemi në kohën që vjen. Pra nuk është e sigurt se oferta e investitorëve për ne do të jetë më e mirë. Për shkak se vetë produkti në treg është një produkt i cili është ngarë të madhe me produkte tjera që po kryejnë njëjtin shërbim realisht. Faleminderit. Faleminderit. Zgjata. Ministër, po të më shtu? Jo, Nëse s'keni pyetje tjera, faleminderit. Ditën e mirë.